Ka nisur tashmë puna prej disa ditësh për kapsulimin e fushës së mbetjeve në Orikum, duke zgjidhur kështu një nga problematikat më të mëdha me të cilat përballej pikërisht kjo zonë, depozitimin pa kriter të mbetjeve në këtë fushë. Tashmë ka nisur puna, ndërsa janë hedhur edhe dherat për të bërë të mundur kapsulimin e kësaj fushe. Megjithatë, në vëzhgimin që jemi duke kryer ka ende depozitim të mbetjeve, kryesisht nga personat të papërgjegjshëm, të cilët mund të dëmtojnë sërish edhe punën që po kryhet në këtë zonë. Më mirë vonë se kur, kështu duket se ka ndodhur me fushën e mbetjeve në qytetin e Orikumit, ku ka nisur më në fund kapsulimi i saj. Është kjo ndërhyrja e parë që kryhet në një fushë mbetjesh, çka pritet të zgjidhë përfundimisht edhe problematikën e depozitimit të mbetjeve në këtë zonë. Aktualisht në fushën e mbetjeve ka nisur edhe hedhja e dherave, ndërsa pritet që puna të përfundojë në një kohë të shkurtër. Prej kohësh, fusha e mbetjeve në Orikum ishte kthyer në shqetësim, si për banorët e zonës, ashtu edhe për pushues e vizitor, për shkak të pamjes që ofroi dhe erës së ndotjes. Kështu duket se tashmë një problematikë e tillë do të marrë fund, edhe pse nuk mungojnë sërish persona të papërgjegjshëm që vijojnë të depozitojnë mbetje, ndërsa puna për kapsulimin e fushës vijon. Zgjidhja e pritshme që do të evitojë mbetjet është një lajm i mirë për mbar zonën turistike të Orikumit, e destinuar të kthehet në një ekopark.